Profeti Musa më kujtohet. Ai profeti Musa është në pushteti Faraonit në Egjipt. Egjipti sotëm. Dhe ai ka rritur në shtëpia Faraonit. Se ashtu ka gjari, është histori i madh. Mirë. Edhe ati njohin njerëzit si familja Faraonit, që është rritur në shtëpinë e tij. Gjatë dita një ditë del, po vetë Musa është nga kombi Banu Israil, kurse kombi Faraonit ishte tetrë, egjiptian, vendali. Dhe një ditë vendali, dhe ato që ishin ardhur, ato janë duke bërë luftë du djemë të ri. Edhe ai që është, nga që kishin ardhur japanxhi, thotë o Musa ma dimo. Kjo është duke bërë padrejtësi. Edhe zakonisht, ne dim që ai që është në pushtet, ai bën padrejtësi me njerëzit që janë atë, edhe Musa ka menduar, ai ka bërë padrejtësi, edhe ka rahur një shpulla. Po shpulla Musa ishte aq i fortë, që ai ka i vdekur, ka rënë diku një vend, ka i vdekur. Edhe Musa kur është i vdekur, pastaj vin alarmë nga policia, ai nuk kishte shalimi vrasja. Atëherë një njeri besimtar i shkon sa Musa Faraoni për të sjell kesh me ty. Nuk ka për të dhënë dënimi as sa takon, se ai nuk ka vrarë shalimis. Atëherë ti largohu nga shteti. Edhe Musa largon nga shteti, edhe shkon në një shteti tjetër që ishte në sot Siria qytetar. Kur i ka në Siri, qëndron poshtë një pema edhe thotë o Zot, unë jem një vojtari, dima jotë, që jem japanxhi, nuk njen njerim. Në atë moment i vinë dy vajza me delet. Tani ati ishte një pusi i madh, pa i pusi mbylte me një kapaku i madh dhe ishte shumë e rëndë. Zakonisht doshin 10 veta për të hapur atë kapak. Edhe dy vajza ishin duke pritur 2-3 djem, akoma nuk ishin njerëzit që hapin kapaku. Musa tha pse jeni duke pritur? Sa ky kapaku hapet, pastaj jepet ujë dhe pastaj ne do ikim. Edhe babi jonë është shumë moshuar, ai nuk vin dot, prandaj kemi ardhur ne. Musa, profetët Zoti janë forca ka si 40 njeriu. Si 40% aton kanë forcë. Musa iku edhe fap me një dorë hapi, ato u çuditën. Po prap ato vajza janë duke pritur, ato djem që ishin 4-5, ato kanë filluar duke dhënë ujë, delet vetë, kafshet vetë. Edhe pse, hajdeni. Jo tha, ne nuk kemi drejt, që jemi vajza. Ato kanë drejt e parë, kur barojnë ato, pastaj ne... Musa tha, atë e marrë unë, a jam unë burë. Mori 10 atyre dhe ka dhenë delet, ujë, edhe ikën vajza. Sot e erdhen shumë i shpet vajza, pyeti babi, o bjetë mi, si keni mundë, si keni ardhur, aq i shpet? Tha, sot ishte një njeri ndëruar shumë, babi, nuk e di, aq i fort ishte, me një dora ka hapur, ka pak pa ardhur njerëzit. Edhe ai na ka ujitur, prandaj kemi ardhur i shpet. Sa ai beri mirësi me ju, kurse ju nuk keni bërë zëmë atë. Ai nuk është vendali tonë, po jo, tha, është japanxhi. Atëherë, musafiri, ju dytë kishin thënë që hajde shpijon, shkoj shpet edhe merre atë burin huaj. Edhe merr. Ky personi është profeti i këtë qyteti. Po nuk dinte Musa që kishte profeti i Zotit. Ka emrin Shuaibi, alayhi salatu wassalam. Edhe sa shkon Musa, si e mirë, si kalon, çfarë është. Musa akoma nuk është profet, nuk ka ardhur shpallja nga Zoti, si njeri si ne, thjesht. Sa kur dëgjon gjithë histori, sa riqet, ti nuk je në pushteti Faraonit. I shteti jonë është mbreti tjetër. Edhe ke dy vajzat e mi, të dy janë pa martuara. Nga ato i zgjedhën njëra, martohu edhe ri shtëpia im. Atë sa ke dëshira. Po më mirë nëse të qëndroj 10 vit bëhet shefi im, tha. Musa alayhis salam tha mirë, ose 8 dori ose 10 vit, pse edhe ma ka për të vdekur një ditë Faraoni, tha. Diçka do shtetin tim. Edhe ashtu bëhet. Shife Zoti si zir halin. Ashtu regulon vlezar Allahu planet tona kur bën dua, kur lutet para Allahu xhaleshan. Ai të sharon nga i sumundja, ai të largon vështërsitë tua, nëse e ngusht në riskun e ten, thuaj ja Allah, ti ma ke dërguar në këtë toka, ma jep risku. Ai ka për të dhënë risku. Po duhet kemi bindje i fort. Ashtu siç kishin bindur profeti Yunus dhe Musa alayhis salam kur ishin në vështërsi. Ashtu kemi shumë shembull edhe xharia vëllezër. Po tregova sot dy për të kuptuar që ne jemi rob të Allahu xhaleshanu, ne jemi i dobët, ne jemi nevojtar, duhet kërkojmë para Allahu xhaleshanu me sinqeriteti, duhet urur veten ton. Nuk duhet kemi hundë lart para Allahu xhaleshanu. Ne nuk kemi hundë lart para prindër ton.
kur ishim I vogël, atë para Zoti që na ka krijuar, ai di gjitha situatat tonë. Lusë Allahu madhruar, Allahu xhaleshanu na mundsof të ne behemi rob të Tij ashtu siç ai kërkon nga ne, dhe na mbush zemrat tonë me imanin, na ndriçon me drita imanit. Astaghfirullah li wa lakum wa li